Numri I kalimeve të parregullta kufitare të regjistruar në Bashkimin Evropian ka rënë në 26% vitin e kaluar krahasuar me vitin 2024. Agjencia Europiane e Rojës Kufitare dhe Bregdetare Frontex në Selin në Varshavë të Polonisë raportoi gati 178.000 përpjekje për kalim kufiri në Bashkimin Evropian. Kjo është një shifër më e ulët se nga viti 2021. Shumica e personave të Frontex identifikohen gjatë kalimeve të parregullta kufitare ishin qytetarë nga Afganistani, Egjipti dhe Bangladeshi. Sipas raportit të fundit të publikuar nga Frontex paralajmëroi gjithashtu se situata në kufin e jashtëm të Bashkimit Evropian mbetet e pasigurt. Trendi po lëviz në drejtim të duhur, por rreziqet ekzistojnë, ka thënë drejtori I Frontex. Presioni I emigracionit mund të ndryshojë me shpejtësi, indikuar nga konfliktet, paqëndrueshmëria politike dhe rrjetet e kontrabandës. Në të njëjtën kohë, ai vlerësoi bashkëpunimin e ngushtë me agjencinë e tij, me qeveritë dhe partnerët në vendet e jashtme Bashkimit Evropian, gjë që sipas tij ka dhënë rezultate të mira. Komisioneri I Bashkimit Evropian për Emigracion Magnus Brunner e vlerësoi rënien e ndjeshme si rezultat I forcimit të kufinëve të jashtëm dhe partneriteteve efektive ndërkombëtare. Diplomacia e migracionit të Bashkimit Evropian po funksionon, deklaroi politikani austriak. Shifrat nënkuptojnë se më pak njerëz po kontrabandohen, më pak njerëz po vuajnë nga abuzimi dhe më pak njerëz janë në rrezik. Sipas Frontex, numri I emigrantëve që përpiqet të hyjnë në Bashkimin Evropian përmes rrugës së Afrikës Perëndimore ka një rënje prej 63%, rrugës së Ballkanit Perëndimor rënje 42% dhe kufin toksor lindor të Bashkimit Evropian me Bielorusi në rënje prej 37%, e rënë ndjeshëm gjatë vitit 2025. Agjencia kufitare ja atribon numrin dukshëm më të ulët të njerëzve që përpiqen të hyjnë në Bashkimin Evropian përmes rrugës së Ballkanit Perëndimor, masave të përmirësuara të sigurisë dhe bashkëpunimit me Bosnjën dhe Hercegovinën. Rruga më e përdorur e migracionit drejt Bashkimit Evropian mbetet rajoni qendror I Mesdheut, prej nga kanë kaluar pothuajse 1/3 të gjithë hyrjeve të parregullta kufitare për vitin 2025. Rruga nga Libia në Afrikën e Veriut në Itali zgjidhet shpesh për këtë kalim. Krahasuar me vitin e kaluar nuk ka patur pothuajse asnjë ndryshim. Frontex regjistroi 66.328 përpjekje për të hyrë në Bashkimin Evropian nëpërmjet Mesdheut vitin e kaluar. Një pamje tjetër shfaqet në rrugën përmes Mesdheut Lindor, ndërsa numri I përgjithshëm I kalimeve të parregullta kufitare është ulur me 27%. Këtu autoriteti I mbrojtjes kufitare regjistroi 3 herë më shumë përpjekje se sa në vitin 2024 për të arritur në Bashkimin Evropian nga Libia lindore në ishullin grek të Kretës. Kjo tregon se sa shpejt mund të ndryshojnë presionet e emigrimit dhe rrugët e preferuara, thuhet në raport. Kalimet e parregullta u rritën gjithashtu vitin e kaluar përmes rrugës perëndimore të Mesdheut, për shembull nga Algjeria në Afrikën e Veriut në Spanjë. Frontex regjistroi 14% më shumë kalime se sa në vitin 2024. Sipas Frontex, Libia ishte vendi kryesor I nisjes për shumë grupe migrantësh në vitin 2025 dhe për këtë arsye një piknisje kyçe për emigrimin përmes Mesdheut, ky kalim vazhdon të jetë I mbushur me rreziqe të larta. Organizata ndërkombëtare për emigracionin vlerëson se të paktën 1.878 persona kanë humbur jetën në Mesdhe gjatë vitit 2025.